Cilat janë kërkesat tuaja konkrete në raport me pensionet kundrejt qeverisë, në mënyrë që ajo të mos lajt duart vetëm duke ju dhënë disa bonuse qoftë në fund vit, qoftë në pranverë, dhe duke thënë që e kemi rregulluar dhe sistemuar çështjen e pensionistëve. Shiko, do ta them këtë unë. Unë mendoj se para kësaj, duhet shpjeguar që kjo situatë nuk është e rastësishme. Nuk ka të bëjë me pamundësinë e qeverisë për trajtuar pensionet. S'është hiç e vërtet. Kur them se është hiç e vërtet, është djallëzore, është kriminale. Kjo fillon që në 90-ën. Kjo politikë fillon që në 90-ën. Skema e sigurimeve shoqërore mbas 90-s, mbas ndryshimit të sistemeve nga diktaturë komuniste në kapitalizëm, u mor përvoja e vendeve të lindjes për hartimin e skemës së Shqipërisë. Por realiteti në lindje komuniste me realitetin e Shqipërisë as ka lidhje fare. Atje ekzistonte prona private me shumicë edhe prona shtetërore. Atje su prek asnjë fije floku nga gjitha pasuri kombëtare. Kaloi nga prona shtetërore, kaloi te privati, vazhdon punojqet, nuk u hodhën rrugë, vazhdon punën, vetëm u ndryshua pronari. Kurse në Shqipëri, çdo gjë ishte me rrogë. Që nga ai kooperativisti e deri tek mësuesi e ushtaraku e inxhinieri me radhë. Pra, kur shkatruan këtu, e gjithë ekonomia, gjithë pasurinë kombëtare, dolën njerëzit pa punë. Bashkimi Evropian, si menaxher i ndrrimit të sistemeve këtu heshti. Unë e quaj djallëzore. Pse e quaj djallëzore? Sepse kjo situatë solli atë që njerëzit u shpabullua Shqipëria, ikën njerëzit, se ngelen pa punë. Tani, këtyre njerëzve që ngelen pa punë, qoftë nga kooperativistët, qoftë dhe nga industria që punonin, këta thonë ti skema nuk e vite pune, thote, për efekt pensioni. Kush e ka fajin që s'ka vite pune ky? Ti i shkatrove, ti ke qenë krye, ti u dhoqe të revolucionin fashist, që i vure emrin revolucion antikomunist, kundër diktaturës komuniste. Po pse mo? Ajo, arat, pemët, ullind, fabrikat komuniste ishin. Asgjë s'ishte. Ishte djersë dhe gjaku i popullit. Pse i prishe? U prishe qëllimisht. Pra, sot pensionistët që janë sot nuk kanë vite. Ata që ishin në fillim, që filluan pensionin mbas 90-s, e kishin ca vite përpara 90-s. Kurse këta që sa më shumë do dalin më mbrapa, këta do dalin me pensionet të pjesëve. Këta do jenë të mirë sa sapo të vejme. Sepse këta si quhen vite punë. Pse bëhet kjo? Pse bëhet një gjë e tillë? Kjo ndodh pra. Kjo ndodh sepse këto mungesën e punës, e viteve të punës që kanë pensionistët, nga prishja e gjithë pasurive kombëtare, duhet ta përballojnë ata që ishin në krye të qeverisë. Ata që drejtuan, ata janë fajtorë, ata duhet përgjigjen. Jo të thonë pensionistët që aq vite punë e këti. Ja tani bën një rregullim për ish kooperativistët deri në 93, në 94. Por dhe atyre vetëm 3 vjet u njihet. Jo e gjithë periudha. Atëherë, pse duhet ta përballojnë qytetari shqiptar, ish kooperativisti, punëtori, inxhinieri, mësuesi, pse duhet ta përballojnë krimet që bën këta vetë politikanët? Ose tjetra. Nuk ka kontributor, thot. Kush i përzori? Shqiptarët, 2 milion shqiptarë? Po kush i ruan këta? Unë pensionistë do ruaj njerëzit që do punësojnë, e ka qeveria. Po ti kur e shkatrove ekonominë, atëre, pse s'mendova ti se do punësojnë këta? Ikën ata. Po kur mi fare që na kërkon ne që s'kam lek. Po si mos se do shkesh lekë? Po ti ke ndekë një filozofi anti-shqiptare, kriminale në drejtimin, në politikat ekonomike e financiare të vendit. Si mund të përcaktosh ti? Domethënë, turizmin si prioriteti kryesor të zhvillimit të vendit. Duke lënë mënjan industrinë, miniera, naftën. Po të mbetemi te pjesa e pensionistëve dhe kërkesat konkrete që ata
kanë kundrejt qeverisë shqiptare, kundrejt Edi Ramës, sepse ai është edhe personi kyç që bën politikat në këtë drejtim. Ju, nëse do ishit përballë Edi Ramës, në zyrën e Edi Ramës, çfarë kërkesash do i adresonit atij sa i përket çështjes së pensionistëve? Unë përpara do i thoja këtë. Zotë kryeministër, të pyes, a mjafton 200 euro për një pensionist 80-90 vjeçar të jetoj? Me këto shpine që janë sot? Më përgjigj. E para. E dyta. Pse nuk garanton ligji i sigurimit shoqërore? Pse nuk garanton pension dinjitoz kur dal pension? Kur unë kam derdhur kontribut për jetën, pse nuk mbrohet me ligj? Në qoftë se mbrohet me ligj, pse duhet derdh kontribute unë? Më përgjigj. Pse nuk më garanton? E dyta kjo. E treta. Nuk kam lek, thua ti. Pse ke lejuar 50% të bizneseve informale, edhe njerëzit nuk deklarohen, edhe kanë humbje kolosale? Çfarë kërkon ti të paguaj ai kur ai biznes informal? Si do paguaj kontribute sigurime shoqërore dhe shëndetësore? Nuk ka si paguon. Po kujt e kërkon këtë ti? Ti administrator e ke plot. E ke 200.000 veta. Ne një bashki jemi këtu, 2 milion veta, një bashki e Evropës. Pse duhen gjithë punonjës? Ku është efektiviteti i këtyre qindra mijëra njerëzve? Militant partie që i duhen qeverisë vetëm për fushatën zgjedhore. E tjetër kjo. Ti tash thua, a po punonjësit vetëm nuk ankohen? Po si takohet punonjësi mu? Ti i ke mbyllur të zyra. Pse i ke mbyllur zyra, zoti kryeministër? Ti thua ankohen te Shqipëria që duam. Po pse do të ankohen te Shqipëria që duam? Po mira, po tjetë kjo metodë. Po pse spitalet nuk i mbledh në Tiranë? Po gjykata pse si mbledh në Tiranë? Po policia pse si mbledh në Tiranë? Po ato bashkit pse nuk i shtuk hipotekat të vinë në Tiranë tëra? Shkirje Shqipërinë, rrafshoje. A e kupton se çfarë politike? Ky tani deri në Evropë e thot inteligenca artificiale. Nuk e di se kush e orienton këtë njeri. Ajo hyn në punë inteligenca artificiale ju pensionistëve? Po le të më japi mua një kartë, kjo inteligenca në cilën bank na jep lekët, kjo na japi nga 2-3 milion për pensionist. Me që ka inteligencë, domon 1 kg oris, ajo inteligenca ta quaj 1 gram oris. E dalim më të fituar. Se bëj kështu ky. Ky thot 2030 thot, unë do jap një pension thot shtesë. Ore, pensionistët vdesin për ditë. Ky thot 2030 mua. Prit gomar, bibar. Ky është aventurier. Po pse është ky? Pse është kjo? Pse qëndron, pse mban të qëndrim këtë heshtje përbullse ndaj pensionistëve? Ka një zgjidhje, një logjik. Për mua është kjo logjik. Po këtë logjik e kanë thënë dhe tjera, asnjë politikan, asnjë gazetar nuk më ka mbështetur. E gjithë opozita nuk e zënë gojë. Unë mendoj si ndaj gjithë popullit shqiptar, nga faktet që janë diskutuar e kanë ndodhur në Shqipëri, po sidomos ndaj pensionistëve, qeverit kanë kryer genocid. Tani, zoti kryeministër, ti japësh ti pensionistit 200 euro në muaj, që nuk i dalin as për bukthar, lemën për paguar tjera, po për ilaçe e këto tjera jo një. A është një kërcënim ky për jetën ndaj këtyre pensionistëve?